Rikthehemi në vend, ndërsa qytetarët ikin natyrisht nga Kosova për shumë arsye të ndryshme. Të paktën kemi shumë shpresë që në vendin tonë, konkretisht në Prishtinë, vijnë të huajt jo vetëm turistë, por edhe sportistë dhe organizohen aktivitete, por dhe kampionate shumë të rëndësishme, që me thënë të drejtën ne nuk na kishte shkuar mendja për shembull që mund të jetë një kampionat botror i ping-pongut edhe në Prishtinë. Ka nisur që dje, atje kemi kolegun ton Erionin që besoj se është veshur dhe sportiv dhe besoj se do ta bëjë ndonjë lojë aty nëse do t'i japin hapësirë, por dua ta përshëndes në këtë momente dhe do të na prezantojë me të ftuarin që ai ka pranë. Erion, përshëndetje. Momentalisht vetë se kanë filluar garat që në orët e para të paradites. Jemi aty ku po bëhen garat e ping-pongut, është Federata e Kosovës edhe një herë tjetër për herë të dytë. Kosova mbetet një koqire e garave të ping-pongut. Pranë meje kam kryetarin e Federatës së ping-pongut në Kosovë, është Jeton Ruçi, që do të na jap detajet rreth kësaj gare me kaq rëndësi edhe rreth kësaj organizimi kaq të madh. Zoti Ruçi, dua të nis si ndjeni që Prishtina është për herë të dytë një koqire e këtyre garave kaq të mëdha dhe me kaq rëndësi. Faleminderit së pari për mundësinë, është nder që të jemi organizator për herë të dytë që marrim përsipër organizimin e dy garave botrore, me peshë shumë të madhe jo vetëm për Federatën e ping-pongut Kosovës, por edhe për vendin si tërësi. Kemi falë një bashkëpunimi të ngushtë me Ministrinë Përgjithëse për Sport, e cila ka dhënë një përkrahje të fuqishme për organizimin e këtij eventi, si dhe një bashkëpunimi tepër të ngushtë po ashtu edhe me komunën e Prishtinës për sigurimin e hapësirës edhe aspekteve tjera organizative. Kemi arritë që të sjellim top sportistë nga rreth 45 shtete të ndryshme të botës që të marrin pjesë në këto dy ngjarje të rëndësishme, po e them në aspekte të ndryshme, si në aspektin e sportit, po ashtu edhe në aspektin e diplomacisë dhe krijimit të urave lidhëse të bashkëpunimit me shtete të ndryshme të cilat e kanë ping-pongun më të zhvilluar se sa Kosova. Një organizim i tillë kërkon shumë punë, kërkon shumë mund, kërkon shumë kohë mbi të gjitha. Të jesh një koqirë për herë të dytë me sportistë nga e gjithë bota. Sa e vështirë është të organizosh një event të tillë, edhe në pak detaje për grup moshat edhe për mënyrën se si po organizohen garat këtu në kryeqytet. Faleminderit, është e vështirë të organizohen ngjarje të nivelit të tillë, ku serioziteti duhet të jetë i lartë, ku standardet duhet të plotësohen sipas kërkesave të Federatës Botërore të Ping-pongut, e që nganjëherë në aspektin teknik edhe të infrastrukturës edhe të standardeve të ndriçimit, dyshemesë e të hapësirës mund të jenë sfiduese, por fal një pune të shkëlqyeshme të Federatës të Ping-pongut edhe të Këshillit Organizativ, ne kemi arritë që të sjellim persona me profile të ndryshme brenda që ta japin kontributin e tyre dhe çdo gjë të jetë e përgatitur sipas asaj që kërkohet me rregulla ndërkombëtare. Tani siç po e shihni, ambienti është shumë i mirë, atmosfera është e mirë dhe sportistët vetëm se kanë ardhur të grup moshave të reja, pra Youth Contender, ka fillu ditën e dje me gara, ku pastaj garat për të rinj do të përfundojnë me datën 1 qershor dhe menjëherë pastaj do të pasohet në organizimin e garave feeder për grup mosha të mëdha, ku aty serioziteti i garave dhe ndeshjeve do të jetë edhe më i lartë, sepse edhe përgatitja e sportistëve është më e lartë. Për sa i përket garës për të rinjët, këtu kemi edhe sportistë nga Kosova. Federata e Ping-pongut Kosovës i ka mundësuar që sa më shumë sportistë vendor të marrin pjesë në këto gara dhe për dallim prej vitit kaluar, këtë vit kemi insistuar edhe në diskutimet që kemi pas me personat përgjegjës nga Federata Botërore që me pas sa më shumë ndeshje në grupe. Vitin e kaluar ndeshjet kanë qenë me eliminime dhe lojtarët tonë sigurisht për nga kualiteti nuk janë në nivelin më të lartë aty ku duhet dhe e kanë zhvilluar një ndeshje dhe janë eliminuar. Ndërsa këtë vit kemi
ndeshje me grupe, ku lojtarët tanë kanë pas mundësi me përfitu nga përvoja, me pa ku qëndrojnë për nga niveli, për ndeshjeve që i kanë realizu me kundërshtarët e tyre, por ajo që mund të them është që deri më tani kemi disa rezultate të cilat janë shënuar nga sportistët tanë, i kemi disa sportistë, për shembull Taibe Ruli është në U17, e cila është plasu, ka kalu grupët dhe është në 16-shë dhe pritet që të kemi rezultate nga ajo. Pastaj kemi Olti Belulin, Rajan Krasnishin, janë grup mosha më të reja, U13, po ashtu këta i kanë kalu pjesën e grupeve dhe kanë hyrë në skelet dhe tani ma gjasat janë që mund kemi edhe ndonjë çmim prej grup moshave të reja, që kjo e dëshmon që talente ka në Kosovë për sa i përket ping-pongut, por sigurisht që kërkohet një punë shumë më serioze edhe punë më intenzive për me pas rezultate kulminante dhe me shënu fitore dhe me marrë medalje nga këto evente shumë të rëndësishme për vendin. Me sa rrita të kuptoj, ekipi i Kosovës po del bajg i bukur në gara dhe kemi pritshmëri të mëdha për ta. Si po e presin sportistët ndërkombëtar, si dhe trajnerët ndërkombëtar këtë ekipin tonë, do të thotë, këtu në gara? Ajo që mundem me thanë në komunikimet që po i kemi të vazhdueshme, sepse këtu jemi të gjithë së bashku, është ne si popull jemi mikpritës, edhe kemi vlera që kemi çka të përfaqësojmë, kemi çka të ofrojmë, edhe në takimet që i kemi pas vitin e kaluar janë datë të kënaqur, perceptimi i tyre ka qenë që Kosova është një vend më i mbyllur, ju ka asociuar me vende të tjera, ndërsa prezenca e tyre këtu po e shohin që njerëz janë shumë miqësor, ushqimi është i mirë, por edhe atmosfera, edhe Prishtina është një qytet mjaft interesant që mendoj që kemi çka të ofrojmë. Ajo që duhem me theksu është si federat kemi pas diskutime të cilat i kemi pas disa takime edhe në Doha, në Katar, javën që shkoi dhe përmes takimeve që i kemi zhvilluar me Federatën Franceze, presidentin e Federatës Franceze, por edhe me sportistë kemi arrit që një top lojtar që është Simon Gauzi, i 43 në ranglistë botërore, do të vjenë në Kosovë dhe i njëjti, po ashtu ka nda dhe video emocionuese që mezi pret të vjenë në Kosovë për herë të parë në një vend të tillë, me pa atmosferën, ushqimin, kulturën dhe po ashtu dhe me tregu show në fushën në tabelën e ping-pongut. Kjo dëshmon që ne jemi të gatshëm të përgatisim edhe të organizojmë ngjarje të nivelit ndërkombëtar. Dhe unë uroj që mos përfundojmë me këto dy evente, por të vazhdojmë ta ngrisim intensitetin e organizimit garave ndërkombëtare, sepse shumë shpejt do të vjen koha edhe kur Kosova do të jetë mikëshire e lojrave mesdhetare. Ne duhet jemi të përgatitur si nga aspekti organizativ, po ashtu edhe nga aspekti i cilësisë, që të tregojmë rezultate konkrete në gara që zhvillohen në ping-pong, por sigurisht edhe në sportet të tjera. Jeton komplimente, një punë jashtëzakonisht e madhe për një event tillë, të sjellësh sportistë që janë në ranglistat e botës, sportistë të njohur, është një hap me shumë rëndësi për Kosovën, do të thotë shumë. Por sa është interesimi i publikut kosovar për me ardhë edhe me i pa këto ndeshje, a vinë shpesh herë, edhe si e shihni në këndvështrimin tuaj interesimin e publikut kosovar? Këtë herë kemi më tepër shikues, jemi mundu që edhe si federat të ndrojmë pak strategjinë e punës, kemi më tepër prezencë edhe në media dhe për këtë rast shfrytëzoj edhe juve t'ju falenderoj që keni vendosur me ardhmë përcjell ngjarjen për së afërmi dhe nga kjo studio kisha shfrytzuar rastin që të ftoj të gjithë personat dashamirë të sportit që me familjet e tyre të vinë të shikojnë ndeshjen ping-pong. Ping-pongu është sport familjar dhe ajo që mundem me thanë është kemi shikues vazhdimisht që po vinë, presim me ardhë dhe nxënës nga shkolla të ndryshme të Prishtinës. Kemi qenë komunikim edhe me komunën, me drejtorinë e arsimit, me drejtorinë për sport dhe presim që të kemi edhe interesim prej nxënësve dhe studentëve. Ne mendojmë që një lidhje më e fortë duhet të ekzistojnë mes sportit dhe shkollës dhe kësaj të identifikojmë edhe talent, por edhe të rrisim numrin e pjesëmarrjes në ping-pong. Ma tepër duhet të punojmë dhe kjo është diçka që neve na pret si federat dhe do të punojmë pa ndërprer
mënyrë ta masovizojmë dhe ping-pongu të jetë sa më prezent në sfera të ndryshme të jetës shoqërore në Kosovë. Ju faleminderit për këtë intervistë që pati drejt për drejt në Radio Televizion 21 në emisionin për ditën mbar. Urojmë që gara të vazhdoj ashtu siç duhet edhe të vazhdojmë në të njëjtin ritëm mbase akoma më shumë për një të ardhme. Faleminderit. Faleminderit për mundësinë. Nuk e di Erion nëse Nuk po e ndalojmë intervistën. okej, Këtu afër meje kam Amrën, një ndër lojtarët e ping-pongut. Amra, përshëndetje. Përshëndetje. Apo më tregon Amra, si po ndihesh me pas mundësinë me lujt me të tjerë moshatarë tu që janë fans të ping-pongut. Shumë mirë, shumë. A je përgadit shumë për me ardhë në gara? Po. Apo më tregon, si është, a e ke pas pasion prej familjes ping-pongun, si more vesh për ping-pongun, edhe kur vendose me merr me ping-pongun? Për ping-pong kam marrë vesh me disa shoqe, kemi marrë me provu, pastaj vendosa ta vazhdoj. Amra, a pret që kime marrë një pozitë mirë kësaj herë në garë? Po, mendoj që po, shpresoj. Amra, nuk po të marri ma shumë kohë se e di që je ngarkume, kështu që vazhdo dhe faleminderit shumë për intervistën sot. Faleminderit. Tash e kemi edhe një lojtar tjetër, është Rejani, edhe pse është i ri, është një lojtar bajegi i mirë i ping-pongut. Rejan, faleminderit që je në intervistë sot me ne. Faleminderit për juve që më keni marrë. Rejan, apo më tregon, a u përgadite hiç për me ardhë në garat e ping-pongut? Përgatit shumë, edhe normal jam në top form. Apo është e vështirë me lujt ping-pong me garosën ndërkombëtar të moshës tënde? Po, kam ushtru ma shumë sa unë. Apo të vjen me bu muhabet me ta, i keni domethënë pasionin për ping-pong të njëjtë, a keni hobit e njëjta, a ka arrit mu shoqëru hiç me lojtarët e tjerë? Nuk jam shoqëru shumë, po... E ke kuptu që edhe ata e dojnë ping-pongun shumë? Po. Rejan, faleminderit shumë, ty të urojmë një garë sa më të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Maksi, kjo është atmosfera në Pallatin e Rinis, këtu ku po zhvillohen garat. Momentalisht janë garat e U13, U12, do të thotë garat e grup moshave më të reja, e në ditën e vijim presim garat e të rriturve, që siç e tha dhe kryetari i federatës, do të jenë akoma më serioze, akoma më të mëdha, edhe presim do të thotë në qershor edhe lojtarë që janë të njohur ndërkombëtarisht me tituj në botë. Erion, më dëgjon, besoj, ti si ke punët me ping-pongun, nuk më the, nëse je duke më dëgjuar tani, me këtë sport? Unë ping-pongun e luaj her pas here, kur jam me shoqëri, po kësaj here e kemi të pamundur me luajt. Nuk të lejohet. Para se me ardh e pyetëm kryetarin e federatës, po e kemi të pamundur shkakun që sallat po shfrytëzohen për garat që vetë se janë duke u zhvillu momentalisht. Se me shumë qef, Maksi. Po do të vim një ditë, sepse garat nuk përfundojnë këtu, do të vim tek stërvitjet edhe lozim bashkë ping-pong. Pa tjetër, se dhe mua më pëlqen shumë. Një pyetje tjetër, gjithmonë Media 21 i përcjell këto ndeshjet e mëdha të sportit, edhe të ping-pongut këtë radhë. Ti po shikon aty që ka media të huaja që i përcjellin ekipet e tyre, sepse në farë mënyrë është një marketing shumë i mirë për Prishtinën, për Kosovën, ky event i sportit. Shikon aty për shembull media të huaja? Momentalisht, Maksi, shoh që u interesova para se të vinim. Kemi trajner që kanë ardhur nga vendet e tjera, edhe ata kanë ardhur me pajisjet e tyre për të përcjell performancën e studentëve të tyre. Ishte një traditë sipas tyre, do thotë të xhiroheshin në studentët e tyre teksa luanin. Po, momentalisht nuk kemi edhe shumë shikues, sepse janë orët e para të mëngjesit. Jo, flas për media, por sipas kryetarit federatës, mbasditja do të ketë akoma më shumë njerëz. Jo, flas për gazetar, flas për media, ndoshta... Jo, media momentalisht nuk kemi, jemi të vetmit. Do t'ishte shumë interesant një gjë e tilla, që më deve këtë shënoj aty Prishtina, Kosova organizon këtë event, besoj se do të përcillet. Mirë, Rion, faleminderit shumë për këtë lidhje, edhe natyrisht për të ftuarit tanë, na i përshëndet dhe ja uroja nga ana ime që pse jo, edhe të fitojnë, pikërisht flasim për sportistët e ping-pongut nga Kosova.